Jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tepër të veçantë. Zonë e zotri do të vinë në vazhdim njërin nga zërat më të bukur shqiptar për vite të tëra. Në kurrizin e tij e në zemrën e tij mban shumë hite. Dhe sonte vjen në odeonin tuaj për ju, për ne, për të gjithë, Xheza Irelezi, Xheza. Kam një lutje nëse munde, më ndihmoj dhe si ti tregoj namës time, lutem bëma këtë nde, asaj i kanë shkuar vite, dhe ka pas vetëm një dëshirë, të më sheh mua të martuar, e të bëhem thëndër i mirë. Mos më thuaj se mbaroj kjo dashuri, nuk mundem të besoj, shkaktarit për ndarjen ishe ti. Haronitët që ishin bashk, më the mua në një qast, më haro e mos më përmen, më the mua në një moment. Kam një lutje nëse munde, më ndihmoj edhe një herë, si ti tregoj nanës time, lutem bëma këtë nder, asaj i kanë shkuar vite, dhe ka pas vetëm një dëshirë, të më sheh mua të martuar, e të bëhem thëndër i mirë. Më the mua në një qast, më haro e mos më përmen, më the mua në një moment. Kam një lutje nëse munde, më ndihmoj edhe një herë, si ti tregoj nanës time, lutem bëma këtë nder, asaj i kanë shkuar vite, dhe ka pas vetëm një dëshirë, të më sheh mua të martuar, e të bëhem thëndër i mirë. Bravo maestro! Xheza Irelezi, mirë se erdhove një herë. Po si je burri rreth? A je familje i Skënderbeut ajo? Po diçka qashtu. A diçka qashtu, po se ju tash prej Kumanove te ndibët që ajo Dibran thojnë aty është si stërnip. Është lind, po si stërnip, a? Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta na. Ç'kemi nga Kumanova? Po mirë, po kaloj mirë. Xhez, je Kumanovar tamam puro, a jeni ardhur familja juaj? Na jemi të ardhëm, do më thonë na jemi prej një fshatit Gushinc. Gushinc, do më thonë quhet ai vend, është fshat, do më thonë është... A është fshat malor? Fshat malor, për mi Likovë, ndërsa kënë dëgjuar për Likovë. Likovën legjendare. Është atje, do më thonë, ku kum lindur në Gushinca. A je lind atje, a? Po, atje, do më thonë, kur kemi orë këtu në Kumanov, i kom pas 4 vite. A me 4 vjeqarë në Kumanov? Edhe më kujtohet si sot. E ban mendë? Ka pas rast diçka para 1 muajve, s'm ka ra ndërmend diçka, do më thonë 4 vjetë kur i kom pas si sot e moj men.
kur kemi orë në Kumanov, prej... A përjetove si fëmijë me gëzim, apo mërzitërshit që po e linit mrapa fshatin, shtëpinë e vjetër, venin ku kishte se moj men atër ta manë kështu me detajë. Mirë, po e manë men që shkeni ardhë. Kur kemi ardhë dhe moj men edhe... Edhe ta shenë bo shumë vite, në realitet jenë kalu 50 vite dhe Shumë ta shi e Kumanovar. Nëse kështu thonë 50 vite du të mi kalu me një vend që me të thonë puro Kumanovar. Qashtu, qytetar. Edhe kështu gjatë të jetës i ke këndu edhe Kumanovës. Po. Edhe atyre, po si fëmi, a ki trashëgim për i familjes me këndu? A ka këndu dikush në familje, e ki me pedigre këtë gjë, apo? Po i kemi trashëgim, dhe me thonë, edhe baba më ka kënu, dhe me thonë, në atë kone vetë, kur ka qenë... I ri? Ka këndu folklor? Ka këndu, po s'ka këndu, dhe me thonë, kështu ka këndu, për qef. Ka këndu her pas herë, po ka pas talent. Do me thonë nga baba e ki, nga nona jo? Jo nga nona, jo, po i kam edhe kushërit e mi, kushëri kam ato, do me thonë, edhe ato kanë këndu me folklor. Do me thonë familja gjërë e kini si genetike që kini këndu? Po, do me thonë, e kemi si gen. A këndoje si fmi? Si fmi, a ke këndu, si fmi vogël? Po, prej 7 viteve, 8 viteve kam këndu. A si 7 vjeqarë, 8 vjeqarë? Ke këndu gjithmonë? Në për darsma. Qa këndoje? A dhe në darsma shkojnë me qatë mosh? Po, me qatë mosh. Qa ure një sati edhe thëshin, letë kënë që këse kënon mirë që këtë djallë? Po, nuk më mifshin atëherë, po unë i përcjellës në darsmat edhe tu kënu, që shto mrenda kohës, sa ishë në atim të thëshin, i kënon këtë djallë, peshti me kënu. Peshti me kënu. Qëfar kongë shkëndoje, të kujtohet? Po, janë konë do konga... Kongë të kohës, a? Janë konë do konga, se di, shumë kohë ka shku, po... Qo moj qike dil të ara, dy sahat po të preste darda, me ti fa dy sy të zije, mi fa zemra mu e tije. Që kjo më kujtu, Po, kur erdhe në muzikë, kështu ma me muzikë... A ka një këngë, a ka një moment që të solli, unë e di, po për opinionin, për publikun është interesante, që i edhe si meteor, kështu... Do me thonë, kur kam fillu, veç, thashtë edhe pak më parë, se kam qenë në moshën 7-8 vjetë, kanë shku edhe 10 vjetë, 11, 13, 15, deri në moshën 18 vjetë, 19 vjetë, veç kam qenë, do me thonë, gjithmonë ke këndu, po Kam akoma s'po e... këndu në për darsma, kam pasat darsma shumë edhe... Do me thonë veç s'kam pasin qizime, si kanga, do një kanga me më special. Për Kumanovën ishë një emër. Po, që thoni njerëzit, kam dasë me Fras Gjezën me grupin. Më ka njoftë edhe kur kam qenë edhe si i ri, por të parën kaset kur e kumë bone, do me thonë me Naim Krasniqin e kumë bone. A me Naim Krasniqin? Të para kaset ka qenë... Iniciativa e kujt ishte? Iniciativa ka qenë Fezi Belulit, produksionit muzikor Albanota. Nga Kumanova. Fejza. Edhe ideja ati u konë për me nëqizu unë albumin e partë e Naim Krasniqin. Pa dorë të rëkasim edhe Fejzën, sa absolutisht ka qenë. Të pëndetë shumë e unë, nga zemra, se do me thonë, prej ati albumit edhe kemi fillu kështo me shku e ma shumë në Kosovë, do me thonë, të në e banëm albumin e parë, e mandej, po, që shedojsh në unë stilin tem, nuk u bon aja album. Nuk u bon. E mandej, e banëm Fatin e Zi. Fati zi moj, Fati zi, a me ndonë se du me... Rrugë të mija i kam humbur, ty s'do të harroj kur. Rrugë të mija i kam humbur, ty s'do të harroj kur. Ku se bëri këtë kongë? Këtë kongë ka bon. Se kjo erdi ajo që të soli, bam. Me ta thonë drejten, kjo kongë është një kongë turke. E tekstin ku se bëri? Tekstin kësaj kongë e kina bon unë dhe Agron Berisha, Indjeri Agron Berisha. Agron Berisha. E kina bon bashkë. A do të kasim Agron në E kina bon bashkë vetur kemi qenë të shku në Kumanov prej Shkupit.
në veture kena bon së bashku. Ai ideja atina, unë pak që shtonë shka, deri në Kumanove që u bon komplet kanga. I vetmuar jam në halë. Po. Se dashnorën, Ma kanë marrë. ma kanë marrë. A? Por një pik unë kam në zemër, shpirtin ma ka marrë. E ajo pika, cëla e pik ishte? Çka ishte ajo pik? Një pik, si Ismet Bexheti shka e kënë, kam një zemër, një pik zez. Aty ajo pika, a bazoheshe në tekstet që i kishe lexu, në ato ndjenjat që ishin shkri në këngë të tjera, apo kishe dëgju që dikush kish hiek kështu ja kishin marrë dashnorën? Jo, jo. Ata kanë marrë ty? Jo, e kemi bon kështu. Ha? E kemi bon kështu. S'ta kanë marrë, as ty as Agronit, jemi sigurt, jo, ha? Jo. Jo. Jam i sigurt. A jeni të sigurt, ha? Jo, sigurt. Gjez, mos na i moj të fshehta të gjitha se. 100% jam i sigurt. Apo? Dhe vërtet ajo bëri bum. Cilat janë këngët në realitet që të identifikojnë, kur themi Xhezair Elezi, Xheza, i ka këto këngë. Fati Zi, Po, ne im kam shumë këngë, do më thonë, hitet mija, Sytë e Zi, Sytë e Zi, do më thonë, kënga, Sytë e Zi. Sytë e Zi, ma nuk janë vetë sytë e mi. Sytë e Zi, shkuan më lanë në vetëmi. Këta këngë ka bo Ilir Berani me sajtë. Ilir Berani ka bon këtë këngë. Që e përshëndesim shumë. Përshëndes shumë. Po prap ka qenë kënga, hiti, kënga e më, ka qenë edhe është, dikur kam pas gjëmëtëri, që e banë me kolegun tim, shokun tim, Ramadan Krasni, që ne kena bon... Zëra nga më të bukurit. Duhet e kemi bon edhe në ka jetë shumë mirë. Edhe kam kënga shumë tjera, do me thonë, përsëri për qelin lullet maj, është një këngë shumë e mirë. Ky tekst është edhe e Ilir Beranit, në këngë për Nazushin, diçka u konë një këngë, edhe kjo këngë është edhe e Ilir Beranit. E kjo Nazushi, se ishte kohë e Dadushi, Nazushi dhe... Fatushi. Fatushi! Shumë e bukur. Apo na këntoni këngë në vazhdim, na kena me talshu skenën, kemi me t'i dhonë dorë tërkitit e botës, edhe po kthehemi po flasim prapë. Me knatësi. Xhezair Elezi, Xheza, skena për ty. Si mirë si keqja ke vërret, se mua as pak së ke thy, nuk lagën krejt në botën tjetër, të gjitha këtu kanë me u të thy. Kami me u të thy. Krejt në botë tjetër, të gjitha këtu kami me u të thy.
ja ke bo vetes, se mua as pak s'më ke thy. Nuk langen krejt në botën tjetër, të gjitha tu kanë me u të thy. Si mirë si keq ja ke bo vetes, se mua as pak s'më ke thy. Nuk langen krejt në botën tjetër, të gjitha